Policia vendore e Shkodrës ka arrestuar autorin që tentoi të grabiste postën shqiptare dhe një market mbrëmjen e djeshme. Në pranga ka rënë Mikel Mhidhi, 24 vjeç banues në fshatin Guci e Re, i cili dyshohet se tentoi të grabisë me dhunë 2 subjekte të ndryshme, duke përdorur thik për të kërcënuar punonjësit. Sipas hetimeve, fillimisht i riu ka hyrë në filialin e postës shqiptare në lagjen Vasil Shantu, ku ka tentuar të marrë para me forcë në kërcënimin e mjetit prerës. Për shkak të rezistencës, grabitja nuk është realizuar, ndërsa gjatë largimit ai ka thyer xhamin e sportelit dhe është arratisur me një biçikletë të vjedhur. Vetëm pak minuta më pas, Mikel Mhidhi dyshohet se ka tentuar një tjetër grabitje, këtë herë në një market në lagjen Fari Ramadani, sërish duke kërcënuar me thik. Edhe kjo përpjekje ka dështuar. Gjatë arratisjes në lagjen Skënderbeg, ai dyshohet se ka vjedhur një biçikletë të dytë. Fal veprimeve të shpejta hetimore dhe ndjekjes intensive nga policia e Shkodrës, me mbështetjen e forcave shqiponja, autori është lokalizuar dhe arrestuar në banesën e tij ku ishte fshehur në tavan, në përpjekje për t'i shmangur arrestimit. Gjatë kontrollit të banesës, policia ka sekuestruar 2 biçikletat e vjedhura, si dhe rrobat e përdorura gjatë kryerjes së veprave penale, të cilat u morën si prova materiale. Ndaj 24 vjeçarit rëndojnë akuzat për vjedhje me dhunë, vjedhje, tentativë vjedhje në banka apo arka kursimi, si dhe mbajtje pa leje të armëve të ftohta. Materialet janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme ligjore.